Përshëndetje shikues të nderuar. Këtë javë emisioni Udhëve do trajtoj problemin e qytetarëve jo ekzistent në aspektin juridik. Janë këta qytetarët e Luginës së Preshevës, të cilët në Kosovë jetojnë për rreth 20 vjet dhe nuk kanë arritur që të pajisen me dokumente identifikuese të Kosovës. E në anën tjetër, këta qytetarë janë fshirë gjithashtu edhe nga Serbia përmes formës së pasivizimit të adresave. Ndjekim hulumtimin e gazetares Kaltina Regjepi, ku janë vetë qytetarët, ata që tregojnë të gjithë. Atyre u janë pasivizuar adresat dhe si pasoj edhe dokumentat, pavarësisht që shumica prej tyre kanë pasuri në komunat shqiptare të Serbisë. Kjo po ndodh me arsyetimin se këta njerëz nuk po jetojnë më atje. Kurse në Kosovë, përveç me leje qëndrim të përkohshëm, është një numër i madh i qytetarëve që nuk kanë shtetësi dhe as leje qëndrim valid. Juridikisht, këta persona janë jo ekzistent. Islam Riza është pensionist që jeton në Kosovë qysh nga pas lufta. Ai është nga fshati Suhat i komunës së Bujanovcit. Ai dhe gjysma e anëtarëve të familjes së tij nuk figurojnë që janë qytetarë të regjistruar as në Kosovë e as në Serbi. Shpërngulljen e kemi bën në vitin 1999 për shkak të luftës, kemi pas presione, maltretime, rrahje e tjera edhe kështu që jemi detyruar patjetër për shkak të dhunës me lshu vendin edhe kemi ardhur pas një kohë kemi bën shtëpi, do tokë krejt paguajmë me tatim me krejt kam mirë, po tash është problemi që jemi pajisur me kurfar dokumente. Që ne kanë bërë pasivizimin e adresës, kësun po na pajisin me dokumenta, 2-3 herë ku më aplikua, gruan ma kanë regjistrua, ndërsa mua ma kanë... ...të Kosovës. Ky banor nuk pranon të flasë me identitet të zbuluar për shkak të pasaportës që ka të Serbisë, e të cilën thotë si është dashur të thej ligjin që të mund ta ketë për arsye ekzistence. Punojna kur kanë heq, veç ka punojna në zes, privat. Pse? Kushtë në mërë, se s'kemi dokumenta, pa dokumenta se njëna kur kanë. Pi mas luftët Maqedini që jemi kanë refugjat, kemi janë në Kosovë, ma nuk kemi kanë, jem banori i Preshevës, tasht, pi mas luftës me jetë në Gilan. Jetë që 22 vete jem pa dokumenta, thmija më kanë leje Gjilan, jemi i martum, edhe shoqen e kam anës Bjanocit, asaja nuk ka dokumenta, shkaki që nuk kam prindet dokumenta, mi kanë largot fëmijën për sistemit. Në Serbinë, Presheva, keni apliku për dokumenta të Serbisë? Po, kemi apliku, po nuk në kanë la. A i bjanë që ju jeni në Kosovë në zezën? Po, si në thani se ju në ali policia, çfarë dokumenti për atë? S'kam të kuni farë dokumenti, heq. Në Kararosi gjallin para 2 vjetë e ka nalën policia, mbromje, sa konë mbromje, ka nalën me shok, edhe ka njësë me quen në polici që s'ka pos dokumenta. Po në basë që një kushi e veti që ka pos dokument, ka thonë në garantej që e kam kushi këta, edhe nuk e kanë quë. Asë gjë s'kam heq, asë gjë që në Kosovës nuk kam heq kur gjo. Shpijen e kam tasht në Gjilan, e kam bërë në Gjilan, po së më vlenë kur gjo. Se s'kam dokumenta. Orë shpjesën e kom registrua pa dokument. Sa ju për ashet problem kjo për me... Problem katastrofë, për gjithë ditë. Shkur të shqip me të nalë dikush në rrugë, nuk di kushi. Kushi, edhe polici me të nalë, sa e ka detyre në vetë, nalë në rrugë, kushi ti në dyshan, s'ki dokument. Të e pika punit që kanë të arrestant. Pa dokument për këtë. Yes, mujna me morë, se në kanë hejka edhe që për sistemit. Që nuk mojë, unë jem shku për me registru thmija. Se unë kom registru thmija. Edhe me dishmitara, jem shku edhe me ketë, se unë kom registru thmija. Edhe me e kom lanë. A keni edhe shok tjerë, familjarë tjerë që kanë problem në njësë? Po, e kom edhe vllaven. I kom edhe nipat e ketë që s'kanë dokument. Edhe motrat i kam që s'kanë dokument. Gjithë familje për jeshtë një vëllai joni e ka të Kosovës. Shkaki që e ka pos gruan të Kosovës, u boni qa ka prit 7 vite, ma 7 vite ka morra i lehtëjeftimin e Kosovës. Bashkë një qajt,
edhe me të njefshëm. Jo që i ka taku kështu, po e ka morë tash ai vëllai. I njëjti vëllau e ka veç të Kosovës, qirt, as kanë as të Kosovës, as të Serbisë. Sa është numri i kritantarëve që jeni pa dokumenta? Po jemi 32 vjet. 32 vjet, po. Po, 6 vllazni jemi. 6 vllazni jemi edhe 4 motra. Kompletimi i dokumentave nga qytetarët e Luginës së Preshevës për të pajisur me leje qendrim të Kosovës apo edhe për të fituar shtetësinë ka disa procedura. Secili nga ta duhet të ketë 5 vite qendrim të përkohshëm pa ndërprerje, të ketë 3 vite bashkëshortësie me shtetasin e Republikës së Kosovës apo me të huajin me leje qendrim të përhershëm. Personi të mitur me qendrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës i lejohet qendrimi i përhershëm nëse njëri nga prindrit është i huaj me leje qendrim të përhershëm me pëlqimin e prindit tjetër. Kurse dokumentet e domosdoshme janë pasaporta valide, certifikatën që nuk është i dënuar nga Gjykata e Republikës së Kosovës, dëshmi për lidhje martësore, vërtetim që nuk është nënhetime nga Policia e Republikës së Kosovës, dëshmi për mjetet financiare për jetesë, sigurimin shëndetësor, dëshmi për banimin e siguruar, vërtetim mbi tatim, jo më vjetër se 3 muaj. Por shumë nga këto dokumente është e vështirë që të sigurohen nga qytetarët e Luginës. Për këtë temë ne kemi kërkuar që të kemi përgjigje edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, por për më shumë se një javë ata nuk janë prononcuar. Po ata dalin e bëjnë verifikimin, që si e aty të net me njerë të refuzojnë, negativ të japin, nuk të japin dokumentat, po lypin ata, shembull, e lypin pasaportën e gjitha dokumentat, hej, shumë ka dokumenta në ashtë, ju e dini që ka kërkohet, shembull ata, ku me morë pasaportin e Serbisë, ku sa që e të sta jep. Edhe, është problem edhe me i kompletu edhe dokumenta që i kërkojnë. Jo, nëherë e kum pas fitu e leje qëndrimin. E tani sën shkua me vazhdu për shkak shëndetit, edhe tash mi ka dalë afati, e kam leje qëndrimin mirë, po i ka kalu afati. Që sa i ka kaluar? O, 7 vjetë e tepër, a 10, se di bas. A ke apliku ma me marë? Ja. A ke apliku për leje qëndrim? Jo, s'kum apliku, ma unë tani aplikua për në shtetësi, gruan që atëherë e regjistru mu ma këti negativ, ato e besu edhe që e marrë në shtetësin, se i sigurt jam konë që i plotësoj kushtet në takon në shtetësi, jam mirë po më refuzu. Shkaku spedia sune përse. Përveç këtyre 2 qytetarëve që problemin e kanë shumica familjarëve të tyre, Fatmir Salihu jeton në fushë Kosovë, qysh nga viti 1999. Ai është nga baja e Sjarinës e komunës së Medvegjës. Fatmir Salihu ka fituar shtetësinë e Kosovës pas disa vite qëndrim në Kosovë, por nëna e tij, e cila jeton në Kosovë qysh nga 99-ta, këtu është vetëm me leje qëndrim të përkohshëm. Vështirësi kryesore tyne është kompletimi i dokumenteve. Shtetësinë e Kosovës, na familja gjysa i kemi, gjysa si kemi. Unë kam personal. Po, nona jame nuk ka shtetësi të Kosovës. Jeton barabar me mua që 22-3 vite që të më fushë Kosovë. Në bazë dokumentave së është jasë një vene. Në Sërbi, ju kanë skadu afatet e letë njoftimit, s'kanë 3-ja. Në Kosovë, ja kanë dhomë vitin e kaluar përkohshëm, letë njoftim përkohshëm. Po, edhe me atë letë njoftim nuk mund me thue kërko. Pe në 2004-ën, kum aplikue 2 herë, se qa që kum pas kohë për me aplikue, 2 refuzime i kam. Tash kum arrin 2019-ën me marrë të përkohshëm. Praktikë në të përkohshëm. Përkohshëm. Për problemin e banorëve të Luginës, të cilët jetojnë në Kosovë, janë të njoftuar thuajse të gjithë, edhe pse me shumë se 2 dekada nuk ka gjetur zgjidhje si problematik. Në anën tjetër, Serbia ka vite që ka filluar zbatimin e ligjit, i cili synon
pasivizimin e adresave për qytetarët që nuk bëjnë jetë aktive në Serbi, ku fokus kryesor janë shqiptarët e Luginës. Me 20 qershor bëhen 23 vite kur numri më i madh i tyre u vendosën për të jetuar në Gjilan dhe në fushë Kosovë nga presioni policor ushtarak i Serbisë i cili u bart nga Kosova për në Kosovën lindore. Fatkeqësisht shteti i Kosovës tash 23 vite nuk ka bërë asnjë zgjidhje të kënaqshme për këta qytetarë, e si rezultati i saj jeta për këta qytetarë në Republikën e Kosovës është jetë pothuajse e pamundur dhe jetë tepër e vështirë. Këta qytetarë nuk mund as të pajisin me asnjë lloj dokumenti identifikimi, nuk mund të krijojnë kontrata pune, nuk mund të shkollohen, nuk mund të marrin as lejen e vozitjes, pasi që këta janë pasivizuar nga Serbia, si pasojë e procesit të pasivizimit i cili ka filluar në vitin 2012 dhe po vazhdon çdo ditë në Serbi, e cila vlen vetëm për shqiptarët e Kosovës lindore, e në fund Republika e Kosovës nuk i ka pajisur padrejtisht me dokumente identifikimi si shkak i ligjeve shumë birokratike të cilat Kosova i ka dhe që nuk po i ndryshon. Republika e Kosovës i kërkon këtyre qytetarëve dokumente valide nga shteti nga vinë nga Serbia, e këta qytetarë janë të pasivizuar atje dhe nuk kanë fare dokumente identifikimi. Ish luftarëve të UÇK-s, UÇPMB-s dhe UÇK-s së Maqedonisë i kërkohet dokument nga Serbia që nuk janë hetime. Shumica prej tyre janë të ndjekur penalisht që s'mund të nxjerrin këtë dokument. Problemin e pajisjes me këto dokumente e tregon edhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Ragmi Mustafi. Ai thot se këta qytetarë kanë të pamundur pajisjen me shumë dokumente në Serbi, e të cilat i ka kërkuar Republika e Kosovës për të fituar shtetësinë. Sipas tij, në Kosovë besohet që janë rreth 5.000 qytetarë me status të njëjtë, pa dokumente identifikuese. Ajo që për neve është shqetësuese, që një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptarë të Luginës së Preshevës janë mbi 20 vjet që jetojnë në Kosovë dhe kanë plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme ligjore të përcaktuara për marrjen e shtetësisë së Kosovës. Dhe më tej institucionet e Republikës së Kosovës i trajtojnë po njëjësisht trajtojnë edhe kinest. E kjo është shumë shqetësuese, aq edhe më tepër që ka zëra që konsiderojnë që shqiptarët Luginës së Preshevës nuk duhet t'i ndahen dokumente për shkak se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për t'u larguar nga Lugina e Preshevës. Këtu nuk jemi duke folur për shqiptarë që jetojnë në Luginë e Preshevës, jemi duke folur për njerëz që e kanë të pamundur të kthehen në Luginë e Preshevës, sepse nuk kanë dokumentet e Serbisë dhe nuk kanë as dokumentet të Kosovës. E para, dhe janë komplet pa dokumentacion, dhe e dyta jem të folë për njerëz. Ne kem informacion për situatën e qytetarëve që vinë nga Lugina e Preshevës, nga 3 komunat Preshevë, Bujanas dhe Medvegjë, që jetojnë në Kosovë për arsye të ndryshme, në periudha të ndryshme kohore, dhe adresimi i ankesave nga ta tek institucioni i Avokatit të Popullit ka ardhur pas vitit 2011, kur Qeveria e Republikës së Serbisë ka nxjerrë një ligj për rregullimin e adresave. Në fakt është fjala për ligji për qëndrimin e përhershëm dhe të përkohshëm në Serbi, i publikuar në gazetën zyrtare të Serbisë në vitin 2011. Këta qytetarë janë në një pozitë shumë të vështirë, si rezultat i faktit se situata atyre nuk ka arritur mos zgjidhë qoftë me marrëveshje dypalqe në mes dy shteteve, qoftë me zbatimin e procedurave lehtësuese nga ana e autoriteteve të Republikës Kosovës, për me mundësu regjistrimin me lehtësi, ose me dhënë përparësi dhe në një farë mënyrë avantazh që me pas lehtësira në marrjen e shtetësisë dhe në pajisjen me dokumente personale. Situata e tillë, këta qytetarë marrin nga një drejtë elementare për posedimin e dokumenteve personale, me mundësi të lëvizjes së lirë dhe me me përfitu të gjitha të drejtat tjera që janë të garantuara me ligj dhe me kushtetutë. Përveç mos lëvizjes së lirë, vështirësive për të gjetur një punë, këtyre banorëve problemi i madh ju del edhe me fëmijët e tyre të cilët lindën në Kosovë. Shumica prej tyre nuk mund të ndjekin studimet universitare për shkak të mos pajisjes me dokumente. Por, përveç kësaj, ka edhe shumë pengesa të tjera të lëvizjes së lirë. Njëti në rast e kam edhe fëmijëve, tash në shkollë më ndalen
klasën e 9 si ta kryjnë më së një vazhdoj asë fëmijën se s'mi pranojnë. Jënë pa dokumentat të Kosovës? Pa dokumentat janë të Kosovës. Këtu kanë leje, këtu janë të registrum, i kom pas të registrum, tash gjalli mi ka bon 18 vjetë, ma ka nek për sistemit, qika i bën 16, edhe ata ma ka nek për sistemit qiken para 2 vjetë, gjallin para 4 vjetë. Unë e marë certifikatin e lingjës të në gjilan të fëmijëve, po tash ma kanë hik për sistemi që të regova të dytë. Pse për arsyja që s'kem prindit nuk kanë dokumenta. Tash të fëmija do hanë gjalli është gati më registru për 19 vjetë gjalli. Ashtë të registru fakultet apo ka marrë? Jas, kam apliku, po s'mon, pa dokumenta qysh. Pasoshin bje me trek e kam për me shku me punu. Pasoshin e ke marrë në Serbi? Në Serbi. Qysh ta kanë shku atje? E ku morën me të njafshëm. Po të mënë se edhe pse më kam banore i Preshevës, pa dham të holla, së në kom morë. Se kom pas problem, të fëmijën së një kom regjistru heq absolut. A që? Cila ka qenë arsyeja që s'keni mujtë me regjistru? Po tek nuk jetojna në Preshevë. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Edhe këto i kom regjistru, këto më kanë lekë, këto i kom regjistru, këto kom net, këto kom banua, këto kom jetue. Këto kom punua, ma herët kom punua se nuk kanë këshyrë me dokumenta pa dokumenta. Tash të orë puna që pa dokumenta se më punon kërkon. Edhe njët, tash sidomos djallin në shkollë pa dokument se në registraj. Asë në shti dikon në punë, edhe qika njëtin 16 vjetë mi ka po qika, edhe asë atën si ta krynë shkollën, asë atën mos se në registraj në fakultet, asë djallin. Edhe në punë dikon me shti, dikon në punë shtetit, s'ka shansë, as vetë së në kom hikur, po. As minë së një shti. Edhe sa vite ki afat në pasaportën biometrike? Kom edhe 4 vite. Pas 4 viteve qysh ki me vazhdu? Musha me vazhdu që kom morë, e vazhdoj mos musha, qa me bo. Në lidhje me këtë problematik, janë të njoftuar edhe në komunë të Gjilanit. Ata thonë se deri me tani kanë punuar me këta qytetar në formën e mirëkuptimit, pasi që e kanë ditur hallin e tyre, por thonë që nuk kanë mundur të ofrojnë zgjidhje. Ndërsa thonë se tani kanë filluar që të mundësojnë pajisin me dokumente këtyre fëmijëve. Ne, si komunë e Gjilanit, jemi të njoftuar për shqetësimet e qytetarëve të Luginës së Preshevës, të cilët jetojnë në Gjilan që nga viti 2001 e këndej dhe që nuk posedojnë dokumente identifikimi qoftë nga shteti që vinë Serbisë, por edhe nga shtetit të cilët jetojnë në Kosovë. Ne si drejtori administratës nuk kem dhënat e sakta, po besoj që janë mbi 1600 apo 700 kur fëmijët e lindur në spitalin regional të Gjilanit e që nuk kemi mundë të regjistrojmë për shkak se njëri prind nuk ka pas dokument identifikimi, qoftë edhe nga shteti që vjen, po edhe në territorin e Republikës Kosovës, që jeton nuk ka pas dokument identifikimi dhe nuk kemi mundur t'ja regjistrojmë fëmijën, sepse është dashur të ketë numër personal njëri prind, numër personal. Dhe me ardhin e drejtoreshës, në bashkëpunim me ARC-n, këtë probleme kemi zgjidhur dhe të gjithë fëmijët të cilët kanë lindur në spitalin e Gjilanit, e që nuk kanë regjistru deri me tani. Tash e tutje mund t'i regjistrojmë edhe kemë fillu t'i regjistrojmë brenda 2 dite i kemi 6 raste që i kemi regjistruar. Çështja e pasivizimit të adresave nga Republika e Serbisë, përveç shkelje e rëndë e të drejtave të njerëzit, është pamundësim i jetës dhe lëvizjes së lirë për këta qytetarë. Çështja e pasivizimit dhe mungesës së shtetësisë nuk është çështje administrative, e çështje ligjore, po është çështje jetash njerëzish. Njerëzish të cilëve po i pamundsohet që brenda suazave të lëvizin e të krijojnë jetën e tyre. Pra, pavarësisht gjithave që kanë të i kalu ata njerëz, që kanë të i kalu luftën, që kanë të i kalu largimin nga vendlindja, që janë të nënshtruar ndaj një diskriminimi sistematik tashmë me dekada të ushtruar nga Serbia. Në anën tjetër mos t'i krijohet kushte që së paku të rifillojnë dhe të shohin
të shkojnë edhe në vendin e vetë, e të shojnë edhe vendin e vetë, e të rikrijojnë jetën, është vërtet e pakuptim. Jo vetëm çështja e lëvizjes së lirë, por edhe çështje tjera lidhen me regjistrimin e një personi në regjistrat civil dhe njohja shumë të drejtave që pastaj burojnë me vetë faktin e regjistrimit dhe pajisjes me dokumente nga regjistri civil. Fillojnë pastaj një sagë e tërë e peripecish që lidhen me të drejtën për shkollim, të drejtën për punësim, të drejtën në shërbime sociale, të drejtën në shërbime tjera, qofshin komunale, qofshin në sektorit publik të nivelit qendror, dhe që lidhen me pensionet, që lidhen me skemat sociale, që lidhen me subvencionet të ndryshme dhe në një farë mënyrë këta qytetarë kanë mbetur pa zgjidhje, kanë mbetur në një situatë shumë të vështirë dhe u mendoj që është momenti që edhe tash ne të bëjmë thirrje autoriteteve që ta trajtojnë me kujdes dhe të marrin parasysh edhe rekomandimet e avokatit popullit, po dhe vetë kërkesat e këtyre qytetarëve në mënyrë që t'ju gjendet zgjidhje. Karta identifikuese dhe shtetësia janë elemente bazë që një person përcjellin qysh nga dita e parë e lindjes dhe deri në vdekje. Nuk mund të ndërmarrësh asnjë hap në asnjë fushë të jetës pa u identifikuar si person. Jemi sigurt, se di që me thonë sikur si në borkut jemi. Jemi të lirë në Kosovë, hecmi, ama kështë jemi të izolum. Ku më shku as Shqipni, së ndel pa dokument. Unë shkoj, e kam një dokument Serbijës, shkoj në Shqipni, thmija së në shkojnë. Jemi të izolum, absolut jemi të izolum. Që që më thu pa dokument? S'ka mundësi. Na edhe s'kemi provu me o thua, pasi që s'kemi dokumenta. Me pas dokumenta, na kemi nevoj me o thua. Unë, për shembull, e kam djallin në Gjermani, kisha shkua, mo s'kemi dokumenta. Për shkak dokumentave s'mojmë edhe me o thua. Nga zyra presidentës së Kosovës e pranojnë që situata me këta persona është shumë shqetësuese. Ata thonë se vetë presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është duke u marrë intensivisht që çështja e këtyre personave të zgjidhet sa më parë dhe të jetë e njohur ndërkombëtarisht si shkelje flagrante e të drejtave elementare të njerëzit që Serbia është duke bërë. Po secili qytetar ka të drejtën në shtetësi, dhe më thonë ekzistojnë rrethana shumë specifike kur një person mund mbetet përkohësisht pa shtetësi, mirë po në përgjithësi është një nga të drejtat fundamentale që personat kenë edhe dokumente identifikimi edhe të kenë gjitha mundësit për të zhvilluar jetën e tyre ashtu si duhet edhe duke pasur mundësi që të zbatojnë ose të vënë në zbatim gjitha të drejtat cilat ju takojnë me qoftë me legislacion të shteteve përkatëse apo edhe me legislacion ndërkombëtar. Kjo çfarë ka ndodhur me këta qytetarë, domethënë është me të vërtetë fatkeqësi, edhe ka shumë faktorë të cilët kanë ndikuar në këtë drejtim, mirë po fatmirësisht e përmenda që janë duke ndërmarrë hapa konkret që të eliminohen barrierat në marrjen e shtetësisë nga të gjithë qytetarët nga Lugina e Preshevës, që të paktën të kenë mundësinë për të aplikuar për shtetësi, për të marrur shtetësinë e Republikës Kosovës, dhe më pas duhet të trajtohet me shumë seriozitet edhe qasja agresive e Serbisë kundrejt gjithë shqiptarëve të cilët jetojnë Luginë me metodën e pasivizimit të adresave, sepse tani më kjo problematik veç është konsideruar edhe nga raporte kredibile ndërkombëtare se spastrim etnik me metoda administrative. Padyshim që një situatë e tillë është shumë shqetësuese edhe për këtë arsye zyra presidentes dhe presidentja individualisht janë angazhuar në vazhdimsi që të ndërmarrin veprime konkrete përmes cilave do të zgjidhej një problem shumë i madh, me qenë se gjithë këta bashkëqytetarë tanë, cilët me vite kontribuojnë në Republikën e Kosovës, jetojnë këto edhe kanë zhvillojnë familjen e tyre, zhvillojnë jetën e tyre dhe aktivitetin e tyre në Kosovë, kanë qenë, ose një pjesë e tyre nuk kanë pasur fare shtetësi as të Republikës Kosovës dhe më vonë janë pasivizuar nga adresat dhe kanë humbur edhe shtetësinë e Serbisë, cilën e kanë pas
me qenë se janë shtetas ose qytetarë nga Lugina e Preshevës. Edhe nga Kuvendi i Kosovës, Komisioni për Siguri thonë se kjo çështje do të ketë prioritet trajtimi këtë vit. Me të vërtetë është shqetësuese edhe është e dhimbshme kur dëgjojsh se njerëz tonë, domethënë shqiptar që jetojnë andej kufinit, janë jo ekzistent juridikisht. Kjo në aspektin e sigurisë e ka edhe shpjegimin e vet, sepse dihet që janë raportet edhe rrethonat edhe ajo që e kemi kaluar me Serbinë, edhe kuptoj se ata i fshin për listave dhe nuk i njohin apo nuk dojnë me ju vazhdu domethënë dokumentacionin, po ashtu këta janë pronarë të tokave atje, dihet ai rajon atje. Mirë po, unë e premtoj, edhe si Komision për Siguri, po është edhe Komisioni për Legjislacion edhe i ligjeve dhe gjitha komisionet, po edhe ne si deputet, po edhe si qytetar, e keme bërsh që këtyre njerëzve me ju mundësu me pas shtetësin e Kosovës. Dhe më thonë këta që nuk njihen as anej, as kënej. Tani duhet me fillu me vepru, se ka komuna që me mirë kuptim i ka trajtu pak ma shumë, apo me mirë kuptim dikush nga shteti, ose hajtja kry një punë, mirë po kjo punë nuk bëhet kështu, është fol ka pak, po tash është mirë me vepru ka shumë. Është mirë me vepru tash, edhe me zgjedh këtë problem. Ky problem zgjidhet normalisht me një vendim të Kuvendit të Kosovës edhe që qeveria e ekzekuton, e zbaton. Po bëhen rreth 17 vite që këta qytetarë shqiptarë nga Lugina e Preshevës e kanë këtë telash, e që faktikisht kanë fillu me të madhe këto 10 vitet e fundit të pasivizohen adresat dhe këta faktikisht të mos jenë qytetarë në atë pjesë, pra t'ju mohohet e drejta, po ka shkelje të drejtave flagrante të njeriut, dhe ka telashe 20 vjet këtu rreth lejeqëndrimit, por edhe rreth fitimit të shtetësisë. Edhe ne kemi pas shumë ankesa për këtë çështje, më kanë shkruar njerëz, deri më edhe njerëz të cilët kanë mbetur pa shtetësi me vite të tëra nga Serbia, por edhe këtu me një dokument sa për t'i kryer disa shërbime, por qeveria e Kosovës e ka miratu një koncept dokument, ku aty ka pas edhe amandamentime edhe nga ona presidentes, në fakt ka pas kanë dhënë opinione për të përmirësuar kjo gjendje dhe të rregullohet çështja e qytetarëve të Luginës së Preshevës përmes një koncept dokumenti, por pastaj edhe Ministria e Punëve të Brendshme është duke punuar rreth ligjit të ri për shtetësi dhe azil, dhe ajo është, unë besoj që kjo punë do të rregullohet këtë vit, besoj shumë që qytetarët e Preshevës nuk do ta kenë problemin e lejeqëndrimit, por edhe shtetësisë. Por duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse edhe Serbia, kur po është puna tek dy shtetësia, sidomos, po i fshin nga adresari i tyre. Dhe kështu që qeveria e Kosovës është duke punuar edhe shumë më shumë rreth ankesa të qytetarëve të Luginës së Preshevës, se si t'ja kthej shtetësinë në Serbi duke ankuar në organizma ndërkombëtar. Kryetari i Lëvizjes Vatra thotë se këta qytetarë janë të vetmit në botë të cilët nuk kanë shtetësi, duke konsideruar shkelje të rëndë të drejtave të njeriut. Kjo është forma ma e rëndë e diskriminimit që mundet me i po një personi. Këta njerëz nuk mund as të kalojnë kufi, këta rrinë ilegalisht në Kosovë. Këta rrinë në zezë në Kosovë, pasi që janë banorët e vetëm botë që e kanë këtë lashe. Nuk ka më qytetara patrit në botë që s'kan asnjë shtetësi, hiç. Edhe në Afrikë të shkohet në për ato zonat ku gati se nuk ekziston civilizimi, ata janë qytetarë të evidentuar dhe që mund të marrin dokumente identifikimi. Sigurisht kjo stateless, kështu në gjuhën angleze e përkufizuar, është një shkelje drejt për drejt e drejtave të njerit, për shkak se i pamundsohet që të krijë veprimtarinë e vet socioekonomike, pavarësisht se ku është, dhe nuk gëzon të drejtat të cilët do duhet i ushtrojë ato të përcaktuara edhe me drejtën ndërkombëtare. Dhe unë besoj që kjo çështje do duhet ngritur edhe në dialogun Kosovë-Serbi në mënyrë që të trajtohet për të zgjidhur
dhe për t'i dhënë epilogun e fundit. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje thotë se ata si parti janë duke punuar që këtë vit të krijohet një bazë ligjore që u mundëson lehtësira këtyre qytetarëve për të fituar shtetësinë e Kosovës, duke u zotuar që ky do të jetë viti i fundit ku këta qytetarë jetojnë në Kosovë në formë ilegale. Me vetë faktin që qeveritë e kaluara i kanë lënë këta njerëz pa leje qëndrim dhe nuk janë qytetarë as të Kosovës dhe as të Luginës, pjesës nga Serbia, tregon që qeveritë e kaluara nuk kanë punu. Unë ju garantoj, edhe si antar i Komisionit për Siguri, po edhe si qeveria e Kosovës, që në këtë rast Ministria e Punëve të Brendshme është duke punu që këta njerëz më mos mbetin pa leje qëndrim ose pa shtetësi. Dhe Ministria e Punëve të Brendshme të paktën gjatë bisedave që kemi pasur si antar i Komisionit për Siguri, po edhe si deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, është duke punu intensivisht që këta njerëz ti përfitojnë pa marrë parasysh a kanë mundësi që ta marrin në nëhetime në Serbi apo jo, sidomos kur flasim për pjesëtarët e UÇPMB-s, të cilët as nuk guxojnë shkojnë një pjesë e tyre në Luginën e Preshevës. Andaj unë ju siguroj që qeveria e Kosovës është duke punu edhe në koncept dokument, por edhe në ligje që këta qytetarë të trajtohen sikur qytetarët e Kosovës që kanë shtetësinë dhe besoj që nuk do të kenë probleme as me leje qëndrim, por as me shtetësi. Besoj që këtë vit ju siguroj që çështja e qytetarëve të Luginës Preshevës do të rregullohet. Andaj unë mendoj që 20 vjet i kanë lënë këta njerëz të bredhen rrugëve, kurse unë mendoj që shumë shpejt do të ketë rregullim të statusit të tyre në Kosovë. Rreth 5.000 persona besohet që jetojnë në Kosovë pa dokumente identifikuese, e të cilët vijnë nga Lugina e Preshevës. Një diskriminim i bërë ndaj tyre nga shteti serb, duke u marrë të drejtën mbi identitetin dhe prejardhjen e tyre, duke i pasivizuar nga adresat e të parëve. Vetëm u është vazhduar me dekada edhe në Kosovë, ku nuk kanë arritur të pajisin me dokumente identifikuese me vite. Statusi i qytetarëve të Luginës përveç që duhet të zgjidhet me ligje në Kosovë, drejta atyre duhet të diskutohet edhe në dialogun Kosovë-Serbi. Po ashtu presioni ndërkombëtar ka rol të rëndësishëm në këtë çështje. Mos zgjidhja e problemit të pasivizimit të adresave, përveç shkeljes së rëndë të drejtave elementare që u bëhen këtyre qytetarëve, do të bëjë që të braktisën 3 komunat e vetme me shqiptar në Serbi. Ju të dashur shikues, për të informuar rreth temave të emisionit Udhëve, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com. Ne do të jemi Udhëve.